Përroj që përshkon Gurin e Zi me fshatrat Rakam Sheldi është jetë ndotur, madje së fundit është kthyer në rrezik epidemie për banorët të cilët nuk mund të hapin dritaret nga era rënd. Në të gjithë gjatësinë e tij përroj është mbushur me mbeturina të ndryshme, ndërsa të gjitha fekalet shkarkohen brenda. Për këtë qëllim banorët kërkojnë që bashkia të vendosë xhoba për të gjithë ato që ndotin ambientin. Sipas banorëve, në ditë të zakonshme, era që vjen nga mbeturinat është e padurueshme, jo vetëm nga dekompozimi i mbetjeve që hidhen në rrua, por edhe nga djegja që u bëhet atyre. Ka vite që shumica e përrejve të fshatrave të Shkodrës kanë rënë prej ndotjes ambientale. Pra këtij fenomeni nuk I ka shpëtuar as përroj Gurit të Zi, I cili është shënjestruar si vend qëndrimi I mbeturinave, ndërsa pritet që shumë shpejt sipas administratorit të nisë puna për thëdhimin dhe sistemimin e këtij përroj.